Kur flasim për artin, arti gjithmonë zotërisë dhe qirë na sjell shumë gjëra pozitive në jetën tonë, jo vetëm për artistin, por edhe për të gjithë ata që e shijojnë artin tuaj, mirë po edhe kërkon shumë durim. Kur i flasim për artin tuaj, është arti që paka shumë është jo i rrezikshëm të thoja kështu, mirë po i ka dhe ato të themi veset, jeni shpuar ndonjëherë kështu gabimisht. Mirë po edhe sa ju ka mësuar durimin, sepse ndoshta për gjeneratat e reja është një ndër veset që kemi, siç na thot drejtori, jeni fitil shkurt, jo? Jam polit kështu. Kështu më drejtohet mua, drejtori, mirë po, sa e mëson durimin arti juaj? Është sekret publik, se durimi është sekret publik, është durimi a i cili dur. Mu titër herë më ka zënë gjumi me gjilpër mbi punin, nga lodhja, edhe jam shpuar një diher nga pak shumë, ka rreth pak gjatë. Mirë po, thashë, aj sekreti publik e kam potencuar më duket në TV Klan, të Rudina, që kur kam qenë mision. Dhe kam thënë, aq kam pasion të këti arti, që derisa nuk do të ndridhen duart, dhe nuk do më shohen sit, nuk ndaloj se punuar. A të kujtohet si të lindi pasioni, dëshira, konkretisht me këtë lloj arti? Këtë pasion? Si ju në diçka tjetër të vizatuar, ose me mozaik të theme me gur, por konkretisht të gjilpora, si e gjete vete? Unë kam qenë një dhurat në Zagreb, fiskotekën, 1987. Fiskoteka që mbaje dikur, po. Edhe ati duke e menduar me Oliver Mlaka. Oliver Mlaka. Oliver Mlaka, kujtohet, po. Edhe e mora atë shpërblimin e maskotës këfizit. Duke menduar kur shifshë, se e përcjellë qa me fanatizëm, ishte me premte, në ndromi, ishte këfizit me licencë franceze, më ndë edhe Turqia i jepte. Edhe Oliver Mlakar është një moderator shumë i shkathë, është më tash në pleqëri edhe më të madhe se une. Ne thash si ta bëj, edhe e bëra me gjithë bërza fillova. Këfiskon, formatin e këfiskos, edhe e mbështolla mirë, e paketova, edhe e qova për në Zagreb. Edhe merë telegrami, shkurt që atër s'kishte celulare, Qesti të mu, vi ste dobitnik Fisko nagrade. Ju urojmë, ju jeni fitues i Fiskos, edhe me datë kaq du t'jeni në Zagreb, në Hotel Central, edhe kjo është një histori në vete, e kam përshkru në libër, edhe një Zhelka Razhnjatović, ishte kretare komisioni që kënë nda. Në garë ishte një Tamara Bugunović nga Rijeka, e cile e fitoj atë vit finalin e kvizit, po. Edhe me ata, ne si përfaqësues, si dhuru, mendoj si dërgues të atyre maskotave me alternative të ndryshme, art veçantë, edhe morëm pjesë në koktel. Edhe ajo më tha, komisioni e ka çmu tej mase punimin tënë, mirë po duke u bazu se nxënësit nga Sarajeva janë me nevojat veçanta, ne u e kam edhe ti e ke, unë i ndërhina, thash, unë jam pedagog, dhe thash, edhe unë me zemër, thash, të disha për ata. Bravo. Kështu që shumë bukur, thash, shkurtimisht e kam potencua. Ti edhe në Beograd kemi pas tash është ndjerë një, e kanë pit Rečko e që ujnë atë jelë. Po zë është i zeqira me meti, ja një të zeqira me metin. Të kujton dhe kujton. Po. Edhe ju ka thonë po, se ajo është një ndër njerëzit që ka kri fakultetin në fshati pari, me ndër intelektualet e parë të fshatit Gjelin, e që është u ka thurë disa fjalë për mu. Thash, ajo histori, atë maskotën që e ka ndërtu Miroslav Shutej, prej Druri, maskotën e Fiskos, e ruaj në bibliotekën time. E kam. Ja thi një fëmijë të luajnë të njerë, po me gjithatë është një histori. Është një histori.